Zëdhënësja e LSDM-s, Bogdanka Kuzeska, ka deklaruar se Maqedonia ndodhet përballë një momenti shumë të rëndësishëm për të ardhmen e saj. Në një periudhë kur Bashkimi Evropian ka rihapur procesin e zgjerimit si prioritet të lartë gjeostrategjik. Kuzeska ka paralajmëruar se vendet e rajonit si Mali i Zi dhe Shqipëria tashmë po shënojnë përparim serioz dhe tha se nëse e humbim këtë mundësi për antarësimin në BE, rrezikojmë të mbetemi një qorsokak i Ballkanit. Nëse nuk hipim në këtë tren europian tani, është e mundur që dyert të mbyllen për dekada. Nëse mbetemi jashtë procesit, nuk do të jemi pjesë e kornizave të reja buxhetore europiane. Nuk do të kemi qasje në fondet zhvillimore dhe do të vazhdojmë të zhytemi në varfëri dhe pasiguri. Kuzeska njoftoi se kryetari i LSDM-s Venko Filipçe i ka bërë thirrje kryeministrit Hristijan Mickoski për përgjegjësi shtetërore, me qëllim që së bashku t'i votojnë ndryshimet kushtetuese dhe se janë të gatshëm ta ndajnë plotësisht përgjegjësinë për këtë proces. Ndërkaq, Bojan Stojanovski, deputet i VMRO-DPMNE-s, theksoi se Maqedonia e Veriut është më e avancuara në agjendën reformuese, me shumën më të madhe të mjeteve të ndara nga Bashkimi Evropian në vlerë prej 65.7 milion eurosh. Sekoja iznesena teza na Filipçe. Çdo tezë e paraqitur nga Venko Filipçe po shembet si një kështjell letre. Çdo gënjeshtër e Filipçes po shpërthen si flusk sapuni. Maqedonia do të jetë lider në përmbushjen e agjendës reformuese dhe me këtë do të shfryzohen edhe mjetet që janë paraparë sipas planit të rritjes. Stojanovski tha se Maqedonia deri në muajin qershor do ta dyfishojë shumën dhe përsëri do të jetë e para në përmbushjen e agjendës reformuese.